your father doesn't know how to film, but I wanted to say that I'm 30 weeks pregnant, and we are the 31st. So in a few weeks, we'll be here. This is how my baby looks like. Sot është dita ime filmat me këtë barkun. Mirë mëngjesi, sot është ditë e mërkurë. Është data 26 shkurt 2025. Jemi 6 ditë para ditës së operacionit. Ju kërkoj shumë ndjes gjithë njerëzve të dashur, familjarëve juve që më keni shkruar dhe nuk ju kam thënë që është vendosur, doktorët kanë vendosur që kjo lindje të bëhet me operacion. Nuk ka qenë diçka që ka qenë në dorën time. Ju dini që kam bërë gjithçka që është e mundur që të kem një lindje sa më natyrale dhe sa më natyrale, por që ndonjëherë gjërat nuk janë ashtu siç ju imagjinojmë, siç i planifikojmë, mbi gjitha gjërat që nuk i kemi neve në dorë. Jam në javën 38 e ca, gati 39, më saktë. Operacioni do bëhet mes datës 39, mes javës 39 dhe 40, që i bie të mërkurën tjetër me datë 5 mars. Sapo jam zgjuar, dua ta bëj këtë çdo ditë, të shpreh ndjenjat e mia, të shpreh ato çfarë ndjej çdo ditë derisa të vi data e operacionit. T'ju them drejtën, kam qenë më emocionale se kaq, kur më kanë thënë që nuk kam një zgjidhje tjetër, por sikur këtë ditë të fundit mezi pres, kështu ishte, kështu do ndodh, kështu që mezi pres edhe do ndaj këtu me juve ndjesit e mia. Shpresoj shumë që t'ju jap një energji pozitive gjitha juve që jeni në pritje të ëmbël dhe që ndoshta me zgjedhje apo pas zgjedhje keni vendosur të bëni një lindje me operacion, duke ju shprehur këtu gjithçka çfarë unë ndjej. Kjo është barku im. E dini që bebia ime nuk ishte kthyer dhe nuk e kam folur më për këtë temë sepse më të vërtet më prekte, por që nuk është kthyer. Kemi bërë gjithçka që është e mundur për ta kthyer, kemi qenë në spital, kam qenë një ditë e shtruar në spital, janë munduar ta kthejnë doktorët me metodat që i bëjnë me dorë tek barku. Ishte një ndjenjë jo shumë e këndshme, por nëse dua t'jap një këshill, nëse bebia juaj nuk është kthyer akoma, ju super sugjeroj ta bëni këtë. Është pak e bezdishme se normal të ushtrojnë presion në bark edhe t'japin diçka që të rrit frymarrjen dhe keni parasysh kur ti mezi arrin të marrësh frym, dikush të ushtroj presion në bark, nuk është një ndjenjë shumë e bukur, por është mund ta përballoni. 4/10 dhimbja ose ajo gjëja jo shumë e bukur. Kemi provuar këtë, nuk u kthye. Gjithashtu kam bërë dhe një skaner të legenit për të parë nëse kjo lindje, sepse ishin shumë pro lindjes në këtë mënyrë në spital, bëra një skaner të legenit dhe kur shkova në takim më thanë që është e pamundur dhe asnjë doktor nuk e merr përsipër lënë lindje të tillë, duke ditur se legeni im ishte tamam në madhësinë e kokës së bebit ose edhe pak më i vogël, gjë që e bënte edhe më të komplikuar lindjen e tillë. Por juve që nuk e dini, juve që jeni mamave se e dini, por që koka është pjesa më e madhe e trupit të bebit dhe nëse koka del, pjesa tjetër e trupit del shumë lehtë. Por nëse në të rastin tim koka është e fundit që duhet dal, duhet kese mjaftueshëm vend që dal koka dhe nëse kondicionet nuk janë, atëherë është shumë e rrezik sepse koka, frymarrja dhe gjithçka tjetër nuk është e mundur. Kështu që po, këtë desha t'ju them sot, ndihem shumë mirë, ka rënë dielli. Do bëj një kafe, do shijoj ditën. Kemi një takim tek qerdhja e bebit që do shkojmë ta vizitojmë qerdhen. Kjo është dita -6 para operacionit. Përshëndetje, sot është data 27 shkurt, dita -6 e operimit. U rregullova pak sot, jo si dje. Në fakt kam kalu një natë, nuk e di o zoti madh. Jo se kam stres ose frikë nga operimi, këtë ju kam thënë që nuk e kam më dhe jam shumë e qetë, nuk e ti më kapi një ankth, po mendoja, sepse dje kishim vizitën tek qerdhja e bebit, edhe kur i pasha ata bebat e vegjël që ishin aty, u emocionova, edhe më ngeli gjithë ditës në kohë, besoj se tani jam edhe më ndjeshme, por që po, nejse. Ka qenë një natë pak me ankth, por jam shumë mirë tashi, bëra pak make-up, bëra pak një fytyrë më të rregullt, sepse sot kam takimin tek anestezisti. Do shohim se çfarë do të thojë, nuk e di, është hera ime e parë.
Kështu që po, është sot takimi, unë jam shumë mirë, kam pas pak dhimbje, t'ju them drejtën, më të forta se ato dhimbjet e rregullave, të periodave, por që ndonjëherë, jo shumë shpesh, edhe besoj se është normale. Por gjithsesi te spitali më ka thënë që kur do qoftë, edhe nëse plasin ujërat ose ke dhimbje të mëdha, do vish direkt këtu dhe operacioni do ndodhi në urgjenci jo sikur është planifikuar. Por shpresoj mos jetë si kështu, sepse është pak më dramatike le të themi. Por sidoqë të jetë, ne duam që bebia të jetë mirë, edhe unë gjithashtu. Si ndihem moralisht, që ndihem shumë mirë, fizikisht shumë mirë, ju thash kam super energji, jam shumë në formë, po bëj çdo ditë nga një gjë. Sot kam punë të tjera, dje u mora me lulet e shtëpisë. Domethënë nuk po e lë veten kështu në krevat, se nuk ndihem as vetë mirë. Përderisa kam energji, deri në fund do ta shkarkoj energjinë. Nëse dhe ju jeni në këtë situatë, mos të stresoni fare. Ju betohem, shijojini sa më shumë këto ditët, edhe po, shijojini. Ditë e premte sot, data 28 shkurt 2025, dhe jemi dita -5, mendoj. Po. Kam sot takim tek ginekologja, edhe 1 orë, kështu që duhet dal avash. Nuk bëj as make-up asgjë, sepse me të vërtetë po përtoj. Thjesht do shkoj, bëra një dush, normal. Shikoni aty kam filluar të ndroj, bëj pastrime të thella, njerëz nuk qenë ka normal kjo puna. Grifat e divanit, të gjitha krevatet me themel. Kjo është kontrolli i fundit me ginekologën edhe mamien para lindjes, normal. Më kanë vendosur edhe tjera, por me qënë se tani e kam datën kur do lind, ato do anullohen, por që kjo është i fundit. Thjesht shikojnë qafën e mitrës, tensionin, analizat e gjakut, analizat e urinës, gjithçka barkun, nëse bebia është kthyer. Unë nuk mendoj se është kthyer se e ndjej kokën që ka këtu, po këtu i bëjnë gjitha. Dje isha tek anestezisja, nuk jam ndier fare mirë. Me të vërtetë më ka bërë të ndihem shumë keq, saqë nisa me çajt, ishte shumë e pasjellshme. Rrallë herë më ka ndodhur, paktën këtu në Belgjik, që unë të ndihem keq para një personit stafit mjekësor. Dhe dje më ndodhi, dhe mbi të gjitha me një anestezist, se po të ishte me, nuk e di unë, me doktorin e... Nëse se çdo pjesë e trupit është e rëndësishme, por nuk u ndjeva fare, isha me motrën, se Geri ishte në punë. Nuk e di çka kishte, ndoshta kishte kaluar një ditë të keqe, por prapë se prapë unë jam mendimit që nuk jemi ne responsable për ndjenjat edhe atë çfarë bën tjetri. Ne jemi responsable për ndjenjat tona. Kështu që unë ndjeva me vërtet keq, saqë edhe ajo e kuptoi, ishte në fakt nervoze, pak si agituar fundi ditës, edhe tha po dal, po thirri një anesteziste tjetër. Thash, dil, thirr tjetrën, sepse nuk po ndihem mirë. Dhe në të vërtet nuk po ndihesha mirë, mënyra se si po mfliste, se si po më drejtonte pyetjet, kur në dosin medikal ke gjitha informacionet e pacientit. Por nëse erdhi një tjetër dhe ishte, i thash asaj, do jesi kjo në sallën e lindjes, në operacion ke anestezisja, tha, jo, mos më merak se të shkoj me pushime. Thash, zot faleminderit. Ju them drejtën, gjatë gjithë 9 muajve nuk më ka rastis asnjë person, qoftë mamie, qoftë ginekologe, qoftë kur bëj analizat e gjakut, qoftë testi diabetit, ekografia, kudo, edhe fizioterapia. Kudo nuk më ka rastis një njeri që nuk ka qenë i dashur, empatik. Ato është puna e atyre, kuptoj, por që nuk të gjithë kanë qenë perfekt dhe jam super e kënaqur për gjithë udhëtimin tim me stafin mjekësor tek spitali. Por dje ndodhi, nesër, iku, e mbylla mirë me atë gruan. E dini çfarë më tha, edhe më bëri të ndihem mirë, tha, shiko, tha, fjalën stres, merre edhe hidhe, lëre te shtëpia, edhe kur të nisesh për më ardh këtu, mbyllen shtëpi edhe nuk ke punë. Atë ditë kur ti do lindesh do jese një diell i madh që do të shkëlqej edhe do të vi bota në duart e tua. Kjo fjala, nuk e di, mbushi plot me lot. U emocionova, t'ju them drejtën, ishte edhe motra aty, por që me të vërtetë më dha një energji shumë pozitive. Edhe unë këtë po ja them juve, mos fjalën stres, mos ta keni fare në kokë ose në mendje. Lejeni diku edhe fokusoni tek qëllimi kryesor që do keni beben tuaj në krah. Sot ditë e shtunë. Kam harruar t'ju flas në gjeste, tani është darka. Jemi në ditën -5. Po, -5. Nëse gaboj, më falni, por që
Jam okej, jam shumë mirë, gjithë jetën kemi qenë për dyqane. Vazhdoj me këto blerjet për shtëpinë. Kam qenë pak e lodhur sot, e kam ndje pak një lodhje, sikur isha shumë e entur, e ndjeja veten e rëndë, më kuptoni? Por që fizikisht kështu, ndërsa psikologjikisht nuk e mendoj fare, do të thënë, nuk e mendoj fare. E mendoj, por që nuk mendoj më frikë, nuk mendoj më ankth. Mezi po pres t'ikin këto ditët, dhe t'vija jo dita. Çdo gjë është gati, dhe kisha takim të ginekologja, më tha je shumë mirë, bebja ka ujë akoma, ka liquid brenda, është shumë mirë, në njëjtin pozicion gjithmonë, është shumë rehat, por gjithsesi gjithmonë më thonë që në çdo rast nëse ke gjak derdhje ose nëse ke edhe kontraksione duhet patjetër të vish direkt këtu, që mos t'i vuash edhe kontraksionet pas të futesh në operim. Nesër është ditë e diel, dhe është dita jone e fundit që të kalojmë me Gerin. Mendojmë të shkojmë në deti, që ta shijojmë një ecje bashk, bisedojmë, po na ikin ditët. Psikologjikisht jam shumë gati. Do e bëjmë këtë vajzën, apo jo? Këtu është babi Geri, që na ka bërë buk. You know, babe, every day I've been filming every day from last Wednesday. Every day. 7, 6, blah, blah, blah. And today is day -5, no? Yeah. And Today, so, how do you feel? Because for the baby? Oui, of course. I can't wait to see her. You're not stressed? A bit. A bit. But it's a good stress, it's not a bad stress. But why are you stressed? Because maybe some people here, they're gonna go through a C-section, so maybe this will help them. But no, it's not. I'm not stressed about the fact that you're gonna do a C-section, because taking care of you and taking care of the baby is okay. Okay. There's just the fact that the baby is gonna come out and how the baby, like, what's gonna happen around the baby. I'm not talking about the C-section. For that, I know it's gonna be alright, but I'm just thinking about After. Yeah. It's gonna be okay. Yeah, it's gonna be okay, of course. But it's just that as a human being, you can have a little stress. Of course. That's what I'm having. Okay. Është ditë e diel sot, edhe kemi të Hanën dhe të Martën, se jemi të deti, edhe po shijojmë ditën sot. We are enjoying today. And yes. it's only 2 days remaining. Yeah, true. Before the baby comes. Ndihem shumë mirë. How do you feel? I'm excited. I'm really Every day excited. you say it. Yeah, because that's the thing. That's how I feel. I feel excited. I don't feel anything else than excitement. But I don't feel in my face. Oh, sorry. Unë ndihem shumë mirë. Kam flet shumë mirë. Kam ngrënë shumë mirë. Geri na ka bërë vezë sot në mëngjes. Jemi në det. Jemi top form. Jam shumë mirë. Jam super. Kështu që edhe 2 ditë e hën edhe e marrë. Pashim. Bye. Edhe ky është baku im. 3 ditë para se të lindi. Hej, po filmoj me telefon, sepse sot kam dalë të bëj thënjt e duarve dhe të këmbës. E fundit, duhet t'i bëja para se të vije bebja, e ndihem pak më mirë. Ndërkohë që më bëja thënjt, kisha një moment kështu breakdown, nuk e di. Më erdhen shumë ndime në kokë dhe fillova emocionova të thënë drejtën, por jam okej. Ndje që jam rënduar pak. Po shkoj shpimi një herë, apo qafoj Gerin, sepse kam shumë nevojë për një përqafim. Hej, sot ka qenë dita e fundit dhe unë se kam hapur fare kamerën. Do të thënë kam filmuar vetëm pak kur ishim në dyqan, sepse t'ju them drejtën s'kemi ndalu që gjithë ditës sot jemi marrë me gjëra. Ja shikoni sa po i bëra një krerje vlogve. Kemi bërë punë të gjitha, thuajti se kushdo na vi, po nga një anë shumë mirë sepse nuk kemi majt mendjen aty gjithë ditës, se di që po të kisha net edhe po të mos kisha bërë asgjë aty do kisha majt mendjen edhe do kisha fillu me emocionet e mia edhe nuk dua ta marr dramatike, dua me të vërtet. Edhe pse e di që nesër është momenti, të njora sa po ka kalu 12, ju them drejtën, edhe do shkoj të pijem gjumë, të mundojmë të flejmë pak, Geri gjithashtu është edhe ai kështu si unë.
kemi bërë gati gjithçka. Isha sot te spitali për një monitoring. Gjithashtu më dhanë 2 larsa për të larë trupin me atë. Më thanë që duhet ta laj sot në darkë dhe nesër në mëngjes me atë solucionin. Dhe po, kështu, çdo gjë është gati. Edhe po presim, nuk e di si të kalem këtë natë, ju them drejtë, por që po, nuk më besohet që nesër do kem një bebe, nesër do bëhem mami, nesër do ndryshoj gjithçka. Duket sikur koha ka kalu shumë shpejt, nuk është se nuk e kam shiju me të vërtetë shumë, por vika vetëm një herë në jetë, kjo gjë dhe kjo ndjenjë, besoj se edhe nëse ke një fëmijë të dytë apo të tretë, kjo ndjenja tani është shumë veçantë. Përimi është në orën 9, por që duhet jemi në spital në orën 7:30. Do të dëgjohemi nga ora 6, që t'jemi relaxed. Pas orës 12 natës nuk mund të ha asgjë. Gjithsesi kam ngrënë shumë herët sot dhe s'kam uri, dhe nuk mund të pi ujë pas orës 6 të mëngjesit. Nuk e di nëse do kisha preferuar një lindje natyrale apo kështu si kjo tani që e mendoj, se them me vete të paktën, okay, është stres, e di që do të ndodh nesër, por paktën je gati dhe përgatitesh pak më tepër, le të themi, dhe pse nuk je kur gati. Se sa lindja natyrale mund të kapi në çdo moment. Por që kam të vërtetë shumë veçantë kjo ndjenja. Kështu kam qenë gjithë ditën, tërkohës duke menduar, edhe duke thënë sa shpejt kaloi koha. Edhe po, nuk dua të mërzitem pas, nuk dua. Por që po, nesër. I ka unë të mundon të flej pak. Sot është dita ime fundit me këtë barkun e madh. Që t'ju them drejtën, do më mungoj. I ka të mundon të flej dhe shpresoj do shihemi nesër. Ciao. The beers are strong. Come on, baby. And you, how are you? I'm hearing some baby. Oh, baby girl. She's coming out today. Yes. Il y a plus de cache-cache qui sort. Yeah. Vous pouvez regarder déjà. Elle a pas envie, elle a envie de voir son bébé sur elle. Félicitations. On continue. What did I tell you? It's gonna be beautiful. She's so sweet. She's so sweet. Vous l'avez fait le paquet des fois, ça va? Tu tiens de tes grands-pères alors? Ah, une chose à la fois. Oui. I see you in everything. You're working it Tout le temps all t'as mis ta main devant, tu t'es toujours caché. what can I do but say? And
and give to you all the Merci la déco. You put all my fears to rest. I bring to you my anxiety. Oh, I am forever blessed. How did it feel to be a first time mom? Is always It's so great. chasing. I think I could have been a mom earlier. You are I think so As too. a father, I think so too. I could have been a father earlier too. Përshëndetje! Shikoni pak gjendja e 2 ditëve pas operimit. Nuk e kam hap kamerën fare me fol. Se t'ju them drejtën, koha këtu ikën shumë shpejt, do me thënë mendoja që kur t'jem në spital koha do ishte shumë e avashtë, por jo, kalon shumë shpejt. Gjithkohës ka njerë që në dalin, do me thënë stafi medikal, por që jam shumë e lumtur, gjithçka ka shkuar shumë mirë, operacioni gjithashtu shumë mirë. Edhe bebushja Ohema është shumë mirë. Edhe po rritet, po mësojmë me pi. Jemi shumë të lumtura sepse kemi nxjerr goxha qumësht mix me kulloshtër. Edhe Ohema po e pina avash po mësohet normal me pjesën e gjithënjës dhe gjitha me radhë. Operacioni ka shku super mirë, ne kishim mundësinë dhe kishim njerëzit goxha të mirë, stafi medikal aty ishin të gjithë super. Kishim mundësinë që të vendosim edhe muzikën tonë, pra ju thash me boxer, me playlistën tonë, me muzikë tonën. Këtu kishim shansin gjithashtu që ta shikonim lindjen, do të thënë kur ta nxjerrim bebin me një plastik. Keni parasysh që zakonisht vendoset ajo bëj qiellja blu që nuk shikon asgjë, por këtu e kanë që në momentin kur nxjerrin beben e vënë atë, si themi, barrierën plastik transparent ku ti mund të shikosh gjithçka. Dhe kjo ka qenë gjëja më e bukur. Na kanë filmu, doktorat na kanë filmu gjithë procesin, do të thënë procesin, jo gjithin, po momentin kur ka dalë bebja dhe kur kanë sjellë tonë. Nuk mundem me ja shpjegu çfarë emocioni, por besoj se gjithë juve që jeni mama më kuptoni. Edhe këtë po mendoja që sido që të kese shku, nuk besoj se do kishte ndodhur më bukur se kaq. T'ju them drejtën, ka qenë operimi super. Geri ka qenë aty gjatë gjithë kohës, edhe kur më kanë bërë anestezin, edhe operacionin, çdo gjë. Në fakt kam qenë shumë emocionale gjatë gjithë operacionit, kam qenë duke qarë, por besoj se kanë qenë pak stres, pak gëzim, por ka qenë gjithçka shumë bukur dhe po ta bëja edhe 100 herë do ta bëja, më shumë 500 herë do ta bëja të njëjtën eksperiencë, nuk do e ndryshoja me asnjë gjë. Pas operimit direkt ma kanë vendosur sa doli bebja, kur ka dalë bebja, domethënë ma kanë vendosur te gjoksi, deri kur kanë mbaruar me gjithë qepjen dhe me gjithçka. Vetëm në fund pak e marrën dhe e vendosën edhe te geri, pastaj e peshuan, i bën gjitha gjërat që duhet për të bërë. Më pas na kanë dërguar te dhoma dhe kështu, domethënë unë në operimin e kam bërë në orën 9 dhe në orën 3:30 kanë ardhur dhe më kanë ngrit në këmbë, kanë bërë ecjen e parë. Okej, normal është pak si e sikletshme, por që them një dhimbje në atë moment është 6 deri në 10, jo më shumë. Kam shku në tualet, pastaj jam zgjuar edhe vetë 2-3 herë, nesër në mëngjes, pas 24 orësh kam bërë dushin e parë, me flokë, me gjitha, me kanë hequr fashot, kam vetëm agrafat që janë ato kapset që kanë ngel dhe asgjë tjetër. Çfarë t'ju them, ka qenë një eksperiencë magjike. Tani është dita dje ishte dita e parë, sot është dita e dytë pas operimit gjithmonë. Edhe nesër supozohet që dalim nga spitali, nëse çdo gjë shkon mirë për mua dhe po bebin, por deri tani çdo gjë është okay. Kështu që le të shpresojmë që të shkojë kështu dhe ne kemi nevojë që kemi të shtëpia, sepse kur bën këtu lindje cesariane, është 3 ditë që i bie është 3 net, po. Ndërsa lindja natyrale është 2 net. Çfarë t'ju them tjetër, po mundohem t'ju jap sa më shumë informacion se dhe vetë jam shumë e lodhur si shikoni. Kështu ne jemi këtu, kemi pirë, sot kemi pirë 22 ml, tani është nga unë që e kam pompuar, sepse kishte pak vështirësi në fakt të them drejtën për të kapur gjirin, edhe pse jemi në proces e sipër, nuk i kam dhënë biberon. Gjendja është kjo, nuk ka asgjë më shumë se kaq, çdo gjë më bën një dush tani për sot, se nuk kam bërë akoma, dhe është ora 1-2 më duket.
por që jemi mirë dhe kjo është më e rëndësishme dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve për çdo mesazh dhe gjithçka tjetër. Edhe unë dhe Ohema jemi shumë mirë. Ohema është shumë e bukur, nuk e dim akoma se kujt i kanë gjah. Ti them drejtën, ka gjithë ato flok, është flok gjatë, i ka flokët e gjata. Edhe nuk e di se kujt i kanë gjah, thjesht është shumë e qetë, është bebe shumë e mirë, shumë e duke që është një zemër e vogël. Jo se është bebja ime. Dhe kështu po njihemi me njëra tjetrën avash. Por që jemi mirë. Pabigerin e kemi aty, është kujdesur për ne gjithkohës, ka qenë këtu, se Pageri nuk do isha bërë asgjë, unë nuk jam aftë për asgjë. Edhe të marr beben, në fillim fare nuk isha, domethënë se është goxha mund që të zgjohesh nga krevati pas një cezariani që të kthehesh, keni parasysh, por jemi mirë, kjo është më e rëndësishme. Nesër kthehemi në shtëpi, edhe do filloj jeta jonë e re. Kemi mamien që do na vi pas nesër direkt te shtëpia që të na ndihmoj, qoftë në anën administrative, qoftë me bebin, qoftë me gjithçka tjetër. Mbyll këtu videon, ndoshta do keni disa klipe kështu të lezetshme kur të shkojmë në shtëpi nesër. Të gjithë juve që jeni pritet të ëmbël, Zoti ju ndihmoj, dhe të keni një lindje sa më të lehtë. Unë tërkohës qaja gjatë operimit dhe kur ma dhan beben, kur doli bebja, harrova që ishin duke më qep aty, harrova çdo gjë se ku isha, domethënë vetëm gëzim. Unë dhe Ohema ju puqim shumë, ju duam shumë, emrin e kemi Ohema. Për juve po jap edhe një informacion, Ohema do të thotë mbretëresh në gjuhën që flasin prindit e Gerit, që flitet në Ghana. Ju puqim shumë dhe do shihemi shumë shpejt, inshallah. Shikoni pak se shumë floka ka. Si zemër është. Zoti ju gëzoft edhe juve, të keni vetëm gëzime në familjet tuaja, shumë dashuri dhe kjo ndjenja që kam tani është e papërshkrueshme. Akoma nuk e di se si është e mundur, si ndodhi, si erdhi, unë jam mamin, domethënë jam akoma në një re kështu dhe po shkoj vetëm po shijoj çdo moment. I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you, and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. I can see though my eyes are all closed. Yeah, he gives